erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme ka vendosur të rrëfehet live dhe drejt për së drejti nga Kosova një 48 vjeçar baba i 5 fëmijëve, ndërkohë që është edhe gjysh. 4 nipa dhe 3 mbesa, thot 48 vjeçari me origjinë nga Kosova, por që jeton gjithkund sipas tij në Gjermani, në Maltëzi për shkak të punëve që ai vet ka. Ndërkohë vetëm përpara pak kohësh një zonjë në një tjetër emision ka dalë, ajo është një 45 vjeçare nga Elbasani, pa shkëputur martesën e saj ligjore, duke thënë se martesa e saj nuk funksiononte ajo fizike për shkak të largësisë që ka me bashortin e saj, është nëna e 3 fëmijëve, ka deklaruar që nga ky zotëri është ofenduar, shantazhuar për ndjekur dhe shumë çka tjetër, të paktën që ajo tregonte disa nga provat e saj. Ndërkohë që 48 vjeçari me origjinë nga Kosova është lidhur me emisionin Përkatës, në të gjitha numrat e telefonit të atij emisioni i është bërë blok, vendosi të na kontaktonte ne, duke sjellur të gjitha provat dhe faktet që ka qenë zotëria ai që ka shkëputur marrëdhënien 2 vjeçare me këtë zonjë, ai ka folur disa herë dhe me bashortin e saj gjatë lidhjes 2 vjeçare, ndërkohë që ka sjell të gjitha provat e mjaftueshme për ta besuar këtë zotëri që pas ndarjes zonja ka video duke i thënë dhe duke i thirrur edhe me pseudonimin dhe përgëdheljet që ata të dy kishin si çift, sepse çifti ka zgjatur një marrëdhënie 2 vjeçare, duke i thënë që edhe pse janë të ndarë, ajo kurrë nuk do ta harronte këtë person. Ky fundit 48 vjeçari është ndarë nga bashkëshortja për shkak të kësaj lidhje, të paktën janë pretendimet e 48 vjeçarit. Një herë kam dalë nga vetja ime dhe megjithatë do presim nga zotëria se kush është kjo herë vetme që ka dalë nga vetja dhe çfarë ka ndodhur, ndërkohë që zonja vazhdimisht edhe në muajin tetor të 2025-s pas ndarjes shtator në gusht i ka dërguar vazhdimisht video duke i thënë që ne të dy vërtet jemi ndarë, por dashuria ime për ty nuk do shterroj kurrë. Prandaj ky zotëri ditën e sotme duhet dëgjuar për të gjitha ato çfarë nuk ka mundur të thotë në publik. A do të jemi ne dakord me zotrin? A ka pasur shantazh, dhunë, ofendime, përndjekje dhe të gjitha këto do t'i sqaroj vetëm pas pak 48 vjeçarin në një lidhje të drejtë për drejtë me studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Fillimisht ju do ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe jemi një panel zonjash në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për ditën e sotme. A do jenë dakord psikologja dhe avokatja? Të gjitha këto vetëm pas pak me njëherë pas materialit. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me historinë e një çifti që u njohën me njëri tjetrin nëpërmjet rrjeteve sociale. Pas njohjes së tyre të dy të rinjt vinin nga martesa të mëparshme dhe janë prindër të fëmijëve. 48 vjeçari rrëfen se e njohu 45 vjeçaren në kohën që ishte në martesë dhe prej kësaj njohje erdhi dhe ndarja nga bashortja, shpreh ai. Historia e 48 vjeçarit dhe 45 vjeçares zgjati rreth 2 vite, por kjo marrëdhënie përfundoi në akuza dhe denoncime nga ana e gruas për përndjekje, e cila këtë denoncime bëri edhe publikisht në media. Ditën e sotme në studio do të rrëfehet 48 vjeçari, i cili është akuzuar për përndjekje ndaj saj, ku vetë ai shpreh se e gjitha kjo është një gënjeshtër dhe se pas kësaj dashurie fshihen gjëra të tjera. Ndiqni rrëfimin. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, megjithatë e vetmja arsye që unë jam ndarë nga kjo lidhje 2 vjeçare që prishim martesën time, 48 vjeçari nga Kosova, thotë që është diferenca e racës time me përkatësinë e zonjës. Në fakt do ta dëgjojmë vetëm pas pak rrëfimin shumë të dhimbshëm të një 48 vjeçari, do mundohemi të jemi edhe transparent dhe jo të gjitha provat do t'i japim, sepse vetë ky zotëri ka kërkuar të ruajë anonimatin e personit të cilën ka pasur marrëdhënie prej 2 vitesh për të mos dëmtuar zonjën në fjalë dhe që këtu duket gentilesa e këtij zotërie, sepse të gjitha provat mund ta kishim fundosur padyshim zonjën, e cila
ka tjetërsuar rrëfimin e saj, tham edhe njëherë në një tjetër emision, në një tjetër media, por që kjo e fundit nuk ka dëgjuar ballavaqimin me 48 vjeçarin duke i bërë blog dhe ai na gjeti ne për t'u shprehur, jo sepse ne jemi këtu për t'i dhënë të drejtën këtij zotërisë, sepse janë institucionet e tjera përkatëse që do t'i japin të drejtë këtij çifti. Pra, diferenca midis origjinës time dhe zonjës, të paktën ky është pretendimi i saj që ne nuk mund të jemi dot bashkë pasi ti i përket një tjetër komuniteti dhe unë një tjetër komuniteti, pavarësisht edhe dashurisë së madhe që ajo ka çuar me video pas ndarjes së çiftit. Megjithatë, kush është momenti që zotëria thot unë një herë kam dalë nga vetja ime, a do të kërkoj, do të falë ai për këtë episod që ai të paktën ka pretenduar në redaksinë e emisionit Me zemër të hapur. Me mua në studio është avokatja zonja Teuta Shkëmbi, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, kënaqësi gjithmonë. Në krahun tënd Lindita Hoxha, psikologja jon, përshëndetje Lindit, mirë se erdha. Përshëndetje. Panel grash edhe vajzash në studion e emisionit Me Sikurse zemër. edhe tema. Po, sikurse edhe tema, por kemi rrëfimin e një burri, i cili është 48 vjeç, babai 5 fëmijëve, ndërkohë që ka 4 nipa dhe 3 mbesa, por që për hir të një dashurie 2 vjeçare ka humbur edhe bashorten dhe martesën e tij. Lidhem drejt për së drejti me zotin Selami. Zoti Selami, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë. Të gjithë ato në sot. Unë jam Selami, jam nga Kosova. Po, Jam 48 vjeç. po. Jam i martuar 50-50, mund ta them. Çfarë do të thotë Kam një 50-50? pambesa, edhe ju përshëndes të gjithë ato që në dëgjojnë, ko mjek apo gazetarë, ko gjithë i përshëndes ato. Zoti Selami, unë të falenderoj që ke zgjidhur hapësirat e emisionit Me zemër të hapur, pasi ke tentuar në emisionin tjetër dhe në televizionin tjetër të dëgjohet zëri pas gjithë dëshmisë që ti thua jam tronditur, teksa kam dëgjuar që zonja ka deklaruar që ti e ke ofenduar, e ke shantazhuar, e ke përndjekur dhe nuk pranon dot të ndarjen me të. Prandaj unë të falenderoj që je ditën e sotme në studion e emisionit Me zemër të hapur. Atëherë, the pak më përpara që unë jam 50 me 50 në martesën time. Çfarë do të thotë kjo, se nuk arrim ta kuptojmë? O je i divorcuar? 50-50, kom një shpreh që dashta do të më folë nusja ime ndaj këtij gabimi dhe për mi kërku foli për ratë, por do t'i kërkoj folje nuk së stimë. Dhe gjithë familje. Nuk jeni ndarë ligjërisht ju? Ja, me letra jo. Me letra jo. Ajo iku nga shtëpia kur mësoi që ti kishe një lidhje 2 vjeçare? Se gjatë kohës thoja unë kom qenë jashtë shtetit. Do me thonë, mirë me do punë të mija. A mund të më thuash pak si ra në veshin e bashortes tuaj tradhtia? Është era parë që e tradhtonit? Mund të them, ndoshta kom pas në lidhje më hershme, mund të them, a mo kështu lidhje serioze në kom pas asnjëherë. Po ajo si e mori vesh bashortja? Bashortja ka morë vesh atë ditën kur unë i kom kërkua sojna që ose do të nxjerrës kisht, ose do të dërprejt lidhja jonë, edhe në atë minut, do me thonë, e këmë thirë në nusën time në dhomë, se deri atëherë nuk këmë qenë në dhomë, edhe i këmë tërgu, gjithë që. Je treguar ti transparent me të? Po. Të vjen keq që zonja në emisionin flas për partneren, për këtë lidhje 2 vjeçare, për të dashurën tënde, ishte me identitet të mbuluar, ndërkohë që ti u shfaqe me emër, me mbiemër, me mosh, me figurë? Dëgjom, unë për momentin nuk jam në shtëpi. Me lejoni që unë të tregoj një tregim se kjo gjë që po dëgjoni është hera e dytë. Atëherë, jo, dua të them, atë erdhi keq që zonjës ju mbajtë anonimatin, ndërsa ti u shfaqe në median tjetër, në emisionin tjetër, që nuk të dhanë as të drejtën për të dëgjuar dhe për të mbrojtur. Thomë, redaksia në fakt nuk më ka bo blok i shkruj për çdo ditë i dërgoj zëra dhe fokte, nuk më përgjigjet. Zonja pamën gazetarja, i kom kërku dhe je detyruar që të më marrësh edhe mua në emision. I kom thosë se do të njëgjën me ligj deri këtë mundëm, nëse unë mundëm të ato që e kom thonë do të thëmë edhe publikisht, deri në YouTube, i kom thonë se me këto shantohet të trua dhe të pizojës,
do të ajo përgjithësi. Edhe ma ka bo blok I kom dëshënime dësene që mi ka shkru. Mirë, le të ndalojmë pak tek njohja jote përpara 2 vitesh me zonjën në fjalë. Si jeni njohur ju një qytetar I Kosovës dhe zonja Unë duhet ta them kështu nga Elbasani. Flas pak makjort, që më kupton publiki. Pas vdekjes së mamës time, kom qenë shumë keq. Edhe se kom punëtor të mi, po në janë moli me zi, dhe me datën 25 shtator 2023, ka qenë ora 9:30, edhe isha duke biseduar për rregullimin e varrit në nënësim. Në atë moment u futa në Instagram dhe poshtë një gjëja zoja që e ko biznesin, edhe ja kom bon një koment, edhe më ka thonë të lutem mos më shkujtu se është foqe punës dhe e kanë edhe familjarët. Më falë, ju lutem, ju kërkoj folje, edhe asë një gjë. Brenda 5 minuta, zoja më shkru me Instagramin e soj personal. Edhe kemi vazhdu të flasmi për 2 javë. Pas 2 javë, do me thonë që kom dëshmi, pas 2 javë, unë kisha 3 punëtor, inxhinierin tem që e kom, edhe une me makinë, dhe ku morë deri të resi ku do Shkodër, Kosovë dhe Tiranë. Ato ku morë, zoja ka morë me makinë, punëtorët ka nikë për Kosovë, unë vazhdu deri të resi ku do të Shkodër, Kulqin, ose një restorant të një faru I, dhe kemi hongër të rejtë. Ku morë zoja me makinë cojna, jemi këthy në Tiranë, mund të thëmë edhe vendin, mund të thëmë edhe parkin. Jo, nuk ka rëndësi, po? Kemi qidru deri ka ora 10, 9:30, edhe në fakt vje keqë, dhe të ndje varitën shumë keqë, se kërë kuna me pagu pagesën e parkingit, do me thonë, duke 10.000 lekë pagua, 10 herë, si të mund do me thonë në kisha lekë vogle edhe ka pakuzur. Edhe, prej asoj date, deri më datën 18 prill, do me thonë, unë me zojnë një taku 8 herë. Fartimisht. Edhe, dashuria me vërbroj. U vërbolla. Nuk ljofsh asë një gjë. A ishte të reguar zonja transparente me ty, që kishe një martes, kishe një bashort, kishe 3 fëmijë? Po, gjithmonë jam, në fakt, mas anej do të regoj se çfarë të zoja, çfarë do t'jo thep nëse vjen në emisionin një guaj. Edhe kemi vazhdu. Edhe, gjitha se kohës, zoja, se të thëmë jam një njeri që jam uman, edhe u mundësha më ndimu në çdo aspekt. Që do të thotë? Do me thonë, u mundësha më ndimu që me boni ndryshim biznesit sajna. Jo shumë atë ma e pare. Unë do të regoj vetëm së shumë atë legve ko folë aja që unë I ka dërgu, unë për shumë atë këtë emision. Dua të flasë të emisioni I Zojes që më ka denoncuar. Atër, edhe njerë, jeni ju që keni investuar në biznesin e saj dhe I vërtetoni me... Nuk kom bojnë investime shumë të moja. Ju shumë të mdaja? Jo shumë të moja, bo do me thonë, ju mundu që mos të mungon asë një gjë. A është e vërtet që ajo ka qenë një person që ju ka dhënë shumë parash? Po, tash I tregoj. Po ajo për çfarë ti jepte ty shumat e parave? Po me dëgjoj. Je lutem me dëgjoj. Po. E po që nuk përhezi biznesi sot. Edhe unë në Gjermani në atë kohë nuk kom pasin jashtë, do më thonë Gjermani Zvicër, asë një nuk kom veshtë. Dhe romë të akord me zojnën, që ti shumë mirë, që e iki jashtë shtetit në Gjermani, edhe të mundojna t'ja bojnë një vend punë, apo një vizë, apo një gjë, ku ta diven. Edhe unë jumë njësë, me do më thonë, edhe ju dhe ke zoja, se gjatësoj 8 herë që jemi taku në do më thonë, ku më shumë duat I fërmeni. Shumë as duat fërmeni. Edhe, thash, iki po thash, unë e pore që ka I dërgoj t'ja boj kështë hapë, dhe thash, lek që ka I lonë shpe. Unë nuk marrë lek për shmirë, ato I kom për një familjorë, vetëm 1.000 euro I kom thash, edhe me 1.000 euro shumë me bo në Gjermani. Po na I kemi pore, apo t'i dërgoj 6 euro. Do me thonë, mi ka dërgu edhe jo në emrin të inicior. Edhe, ku morëm tu, me datën
22 jam shku me autobus deri te në Tiranë, ka orë zoja më ka marrë në Tiranë dhe këmë përësit një apartament në Elbasan, mund të thëmë edhe vendin dërsa, po i kam edhe shenin. Jo, nuk ka nevoj për vendin, po? Po në regull, edhe zoja të pununët punën e vetë, unë ku marrë, ku më dollë, ku më vlerë sime, kemi ngrën, e ku më pregatit dorkën, kemi hangur, kemi pi, nesërish, më kanë zirë zonja në aeroport, ku më dollë, edhe jëmë njësë, edhe kom një mesazh arrova më të dërgu. Po? Na ditë më thonë një mesazh. Edhe është shumë mesazh prajs. Do më thonë. Edhe unë e vazhdova që edhe kom çdo vend. Çfarë shkruaj në atë mesazh, të lutem? Do më thonë, shkruaj në atë mesazh ditë më e lumtur që kum kalu të jetë. Qartë. Po kjo ishte në fillimet tuaja apo jo? Ja, kjo është hera e parë. Hera e parë, po. Në komputën alo herën e dytë. Edhe. Edhe ato deri me datë muajin 6, do me thonë, i pregadita unë e dëgjëra me ani zojës, dëgjëra përgjashtë shumë, se jo mundu kur mësmi mungu asë një gjë. Po, këtu papa grillat, unë thëmë papa grillat, ose mbro panero është një person që në shikon lartë edhe nuk flet. Do me thonë që morin pjesë. Unë e thamë një teatër. Edhe, gjithmonë zakonisht në kom folë me shoqen e saj, zakonisht. Shkimi folë, mi kom miq. Shok, miq, dhorata. Ja u ka prezentuar vetë zonja shoqen? Po, vetë nuk ma ka më zonja. Dëgjëm. Edhe, nëse mund të mund, po në kam edhe fokë, do me thonë që edhe numërët mi ka dërgohë. Edhe, i dërgova të gjërat, edhe mas 2 ditëve ndryshoj 100% se ta ata. Ndryshoj, do me thonë. Aja ëndra ime, mundimet e mija, lodhja ime e trupit, se trupit ime është vetëm taja e fiksione. Po vje burrej. Pa, ato ku një bombë. Për mu kom bombë. Pra burri asaj ishte jashtë dhe po kthehej në Shqipëri, në Elbasan. Po. Edhe tash ishte një bombë e mëllë ato, shumë bombë e mëllë. Do me thonë nuk i presimi. Edhe, tash i diskutojshmi, qka do të bojnë, ta të lutën, do të qyri, qëfar mendime ko, qëfar sene. Edhe, do me thonë, se kërë më të regoj ka ja për bisedën e sojda dhe se kuës, do me thonë i bësha dhe analiza dhe i të regoha dhe shka më ndodhë kështu, edhe, une. Edhe, mos me zgjot, erdhe dhe filloj gjenjeshtër. Filloj gjenjeshtër. Do me thonë, e kapësha me fokte, sepse kisha Facebookin e saj. Për qëfar ju gënjen të zonja? Do me thonë, i shkrujke burrit, do me thonë, i shkrujke burrit, edhe mund të ke jo me burrit. Do me thonë, fillon në Zenka. Pra, burri nuk ishë shkuar asë njëherë nga jashtë Shqipëria në Elbasan? Ja, u këthy. A ju këthyë? U këthy. Edhe një ditë po me kërcënë. Kush? Zdo njëri del nga vetja 5 minuta. Kush të gënjeu? Të gënjeu zonja? Po, fillonin gënjeshtat. Po? Fillonin. Edhe do me thonë e kisha Facebookin edhe çdo gjë kuptoj se shkrujke me burrin në ma. Po? Kuptoj në Facebook se s'ka pos asë numër telefonit e burrit gjatë. Që të se kus. Edhe fillonin gënjeshtrat, edhe po me kërcënën, unë e tha, ta e burrin në fort. Do unë pak janë këtë forte, fulli realitetin, pas nuk o problem. Edhe gjithka se e morë, e ko morë pak, edhe po ma si zëtëria, po më pasi, po klasmi, edhe falemdore shumë, një njeri shumë i qetë, që unë për veti nuk isha mujtë me përballu atë gjë, edhe e kishë... Po qëfar kishe për të folur ti dhe zotëria? Se tani unë nuk kuptoj. Dëgjëm, aja zoja e kishë një pika shkurta, e kishë gënjë, edhe që po më bezdi se këtë adi unë. Pra ti nuk ishe i dashuri, po ishe një person që po e bezdisje. Këtu në këtë pika ajo i kishe gënjur bashortin. Po, me loja në vjeta. Bashkëshorti ku shkoj në Elbasan jetonte me zonjën, vazhdonte martesën e tyre normale, apo? Që që kurim takumet,
do më thonë kjo mundu që më morë një vizë me ikë jasat i shtetit për me shku me sharu qërat me ta. Se ko shumë për të folë, do më thonë, nuk mund të svetoj detajlisht. Megjithatë, zoti Selami, të lutem, e ndërpresim bashkë sepse pjesa e parë ka fluturuar dhe ne duhet të dalim në hapësirën e parë publicitare, ju lutem, detaje... Ju lutem edhe veçëm edhe 2 minuta. Të lutem, më dëgjon pak mua, zoti Selami, respektohet minutazhi i hapësirës publicitare, ne do dalim në publicitet, por nuk ke shumë kohë në dispozicion, edhe 20 minuta të tjera ke, prandaj nuk na interesojnë shumë detaje dhe data dhe momente, sepse je ende në fillimin e lidhjes dhe jo se si ka përfunduar kjo lidhje 2 vjeçare. Prandaj, ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të këtij emisioni. Zoti Selami, më dëgjon? Po e dëgjoj. Nga biseda juaj dhe i burrit të 45 vjeçares ju kuptuat që të dyja palët ishit gënjur nga zonja. Çfarë ndodhi më tej? Dhe me në fundit, fjalën e fundit për me bindën e ato, do me thonë, ja tregoj një ratë me datë që e ka kërku tërë natë në telefon, unë në atë kom qenë po grades me zëpën, edhe do me thonë nuk e ka hapë telefonin. Edhe për e ti momenti, do me thonë, për me bindë ato, goca madhe ja ka bo mobilet blok, do me thonë. Kjo, do me thonë ishtë një dëshmi, edhe dëshmia e dytë për mu binda, edhe shumë i qetë njeri, thash mirë, shko të edhe një punës asoj, hape thash, ne i thëmë fijoka, apo si i thënë ju ato, thash, edhe shikoj qëfar gjëra kozoj ato. Do me thonë. Edhe do me thonë bind, edhe më bëllë bisetë. Dhe e ko morë zonën dhe si thash, me qëfar furti, ma dhove me folë në telefon njeri ju. Thash, a pak dhe këmë bo për si, thash, për nuk për djemë morë dhe. Thash, ta unë i thonë burit dhe si të regon lekë. Për mi mbërlu disa gjëra, mi ka dërgu 900 të Dhe gjënë, unë nuk po flasë për shumë atë një. Edhe, e kumë, konqeni, me të vetëm edhe një herë, mu isha me morë, dhe me thonë si i blokoj kërë. Edhe, e kumë morë edhe një herë, ja kumë dërgu një foto, dhe ashtë ti kështu të dhimë edhe rrugë dashëri, dhe ashtë shko të dhe që i leket. Edhe, e kumë morë në telefon, për 20 minuta kumë folë me gosën e sojna si policie. Si policie. Edhe, ka morë ato gjithë gjë. Për 7 mujë. Për 7 mujë, kur zojen nuk e kom përzis, nuk kom përmen as emër dhe as be emër. 3 mujë ditë, nuk kom do në 6 ja. No. Pasaj, me 4 dhjetor, 2024, më ka morë në telefon, zojna nga Gjermania. Nuk e kom morë. Me mujë 24-25, o kom mujë 2, a fundi mujë 2 në zga kusha, i ka më një fund malë e morë në Gjermani, në këtë Kosovës, që zojna mund të prezentoj, ka përqirë tërkës me një TikTok, me emër fals, po ishtë një figurë e isha që është aja. Më ka shkru përshëndetje, ka mundësi me ditë se kushie. Dhe në ta moment jëmë konë të galu këpirin dhe s'këm post internet. Dhe ku marri në Gjermani, kanë dollë njerëzit, kanë marrë, dhe mi njerë i këmë thonë shlema internetin, edhe kemi folë, edhe kemi fillu të qojnë dytë. Për një gjysore. Edhe kemi filluar flasni. Si ka kalu, te ka kalu, jeta, dhinjet, problemet, gjëra, për jetë. Edhe, tash, do me thonë, edhe ka pas kry një fare kursi, një shka për biznes, edhe sa gjasa qëtër kohët që e krysha kursin, sa më kujtëshin fjallë të kohët. Edhe ta shfiloj imja. Më të shuru për njëre me dytë. Jo më ndu, këmi kalamaj kur kujdesë dikosh. Jo bërë. Edhe e artua zoja aplikoj për një visë jashtë shtetit. Unë e disë, sa më shloqin e vetë, që më stambil biznesin, unë i pja pak uqiron, se ka me punu 2 muaj dhe ka më këpim brapsht.
Po. Edhe, mos më gjatë, erë dita të ikë, e pregadita, që më së më nguha si gjë. Edhe, tash nuk e di që të cilën qytet, nuk e di ka qytet ku përshkon. Se më tregoj ka me shku një pun tjetër me punu, a kja kje tjetër pun. Edhe tërkohës e ne, që me botash. Edhe, këtë qytetin, 2 vjetë në kumpol me vllatimin, u detyrova ta thras vëllavin, se kisha nevoj për me pos ofër dikon kjo. Po. E kom si vllavin, tash vllav, se rride e në den në tjerë, vllav tash t'lupna, a i kohë këse u gëzu shumë që jethira, Po. tash vllav tash ma kry një punë. Qëfar punë tash, të dërgoj një adres, që ka merë për shpijen tonë tash, Po. me shku që s'du mi mungu asë në gjë. U më ndësha që të 2 muaj që ka të punën, mos shpenzën në rrugët një fiton. Qartë. Aqë shumë. Edhe, ka shku vladi me familje, me fëmijë, kanë hongër, kanë pi, i ka qu gjërat, i ka pregadit. Une i kisha problemin që bëna shumë vanes, edhe u duke më këthy, e kisha një darsum të gosës. Po. Do me thonë, mas 14 muaj dhe kom edhe shkrine që zoja stutum, e se të shtu që e treta, Po. do me thonë. Dhe në pak dyshimet e mija, se dyshimet e mija zdo që del me fakt. Nuk foli pa faktën, nuk ka gëzoj e s'kën pa faktën. Për çfarë fillua të dyshonit, të lutem? Pika e pare, ditën e parë kur ka shku, një ngacmim, far nivelli i sabës, është, ja ka bo pronari, filën gosat të godet tyje, sepse pja ngusë të dashëri. Edhe atu minherë fillojnë në ato, se çdo njeri kur e i dashuruar. Po. Dhe 1700 kilometra e kom bon, kom shku zojën matë, kom shku të vlavin pak, por vlavin kom shku e kom morë zojën, kemi qëndru bashkë 3 ditë e të ne. A mund të bëj një pyetje, zoti Selami, për të mos ta bërë kaq monotone që ti të rrëfehesh me kaq shumë detaje, nuk arrit ta kuptoj se si mundesh t'ja kesh prezantu vllajt dhe familjes së vllajt ti këtë zonjën. Çfarë i the? Kush ishte kjo zonjë? Familja e ka ditë. Familja jote ka ditur që ti ke një të dashur. Përveç gruas, më the, apo jo? Ja folë edhe me konon të tim dhe me vllajin tim, tani folë, tani edhe mësi basa kuzinit. Kupton? Edhe, e tradita si është manë. Do me thonë se vje puna në herë, të dolin shumë popë. Atere, 1700 kilometra bët për të bashkuar me zonjën, dhe do donim të vazhdonim me ritëm pak më të shpejt, të lutem, pa shumë detaje. Filloj, zën ka fillu për një kafe. Zënka juaj ka filluar për një kafe. Kur? Po. Të flasim për muajt e fundit, që i erdhi fundi lidhjes tuaj. Flas për muajt e fundit. Po. Kur për një kafe? Do me thonë pas ororit punës. Po. Se ka pos ororin deri më tas. Po. Edhe për fan telefon, se unë nuk i kom pengu në punë kur. Afto, mullet më ta, po kur nuk i kom pengu. Se punën në respektoj. Po. Edhe, e asë një kafe, edhe për më bënë të një kafe se njësër ta nuk nuk punë. Për në dita vetë. E për 2.000 fitek e 2.700 euro krejt. Po. E shumë keq. Edhe, mes më orë, do me thonë, gjena jo për pastroj, do me thonë, nuk u lemru një 2 ore gjysa apo 3. Edhe, kërë erë dorka, do me thonë, bisedojshmi, si të kërvisht, edhe dhe shtori që bosët ta i kompoha 7 orë, ta 1 orë, se ka ora dhejqvi. Edhe, do me thonë, kjo, filloj të botë me nero. Pra, nisën gjelozit mes jush. Nesrit, Po? Kër e kish kone po, ora në dhe e këri një e kish posim nuk me. Po? Ora një e 10 minuta e ku marë, e ka hopë telefon me video, edhe i ka thonë që qërsoj bukur është. U të ndimi të parë. Kur gjësë është e bukur. Dytin më të burë, edhe e të ba të burin, shumë keqë. Po? Unë bëllë telefonin deri sa kemi arrit
ka rritë e ka marru punën. Po? E ku morë, ka morë, nuk e di, ato konë gjë e dytë që ma thonë gjë me hongër së në të tëmë. Po? Pronarit. Dhe vishë në lëtë që asotin o zëtë të tëmë. E treta, pikë, për herë porë që më taku me lëtë në sibërën në time, më ka thonë një fjorë që së publikisht. Të lutem, kujdesi me etikën, sepse ne kemi folur shumë bashkë dhe fjalori midis teje dhe zonjës është i pa precedent. Kështu që në këtë emision nuk ka fjalor të tillë. Kështu që të lutem kujdes. Tregova tash më ka thonë një fjalë shumë ke që mo për 2 ditë. Po? Për 2 ditë se nga 2 ditë ato. Po pra, fjalori i saj ishte aq i rënd deri tek nëna jote e ndjer, që ishte në varr. Nuk po shumë të vetën, nuk më isha dhe si të varë të pi. Sonën për alkoholin. Atëherë, të lutem, po, atëherë të lutem, për shkak të këtyre divergjencave që nuk ka nevojë t'i themi të gjitha zoti Selami, si arriti fundi juaj, të lutem? Je ti që ke hequr dorë ndaj zonjës, apo ishte kërkesë e zonjës? Dërën në 2 shorë. Aja në Shqipëri, edhe kjo që është këtu në këtë shtetin, me të dyja sa gjithë kohës, a i kam edhe shenimet dhe se dhja këtë i kom dërgu po jo, edhe në më ndonën u qëtësënëm, qysh. U qëtësënëm po hupe e dashuria e ndjenë në më honë, edhe vështë kësha mu liftësha me vetë vetën time që... Zoti Selami, kush i dha fund lidhjes me njëri tjetrin dhe kur, të lutem? Të lutem pak, bërën pak në sekundë. Edhe një gjenjeshtër tjetër, ato, do me thonë që e koha me fakte. Po? E kape me fakte për çfarë? Do me thonë që kish me shkueja, dhe po dalë për shkojnë marketi për me shku në komo 20 minuta. Po? 20 minuta. Po? Edhe 5 minuta po dalën edhe po flasmi. Për dollja telefonin nuk o hake. Po? Edhe po morë shoqe në sonë. Po? Edhe bja përne të hapë telefonin zojës, edhe ka hapë telefonin dhe me thonë dojnë, në lokala, ato i thash kështë, dhe gjënë thash, nëse nuk e nëzirë publikisht, që me mu thash ma nuk do t'kisht. Je ti që i ke dhëmë fund kur? Kjo e ka qenë muj, valoj, me muj zoj, më falë se jom bëdhishtë sonë, më thonë që ata se kohës që ka qenë jashtë shtetit. Të lutem, zoti Selami, të bëjmë pak serios, sepse as kush ka ne nuk e di kur zonja ka qenë jashtë shtetit. Pra, ti ke dhënë fund kësaj lidhjeje, a mund të ma thuash në çfarë muaj të 2025-ës? Se ne nuk mund të amëndsojmë kur ka qenë zonja jashtë, të lutem. Sepse her pas here regjia ka nxjerrë disa mesazhe të 10 tetorit të 2025-ës dhe këtu duam të ndalojmë dhe të të pyesim. Po tani do të tregoj, unë do të tregoj çdo gjë. Por kam fluturuar minutat, zoti Selami, na mirë kupto, kaq minuta kam në dispozicion. Erë përfundimi. Në atë moment e ku morë shoqen e saj nga Shqipëria. Po? Edhe shumë nervoz, edhe e nxjerrën një moral, domethënë ka pas treguar aja, dhe në atë minut ato u dhes një rafeja, një bombë, si thamone, edhe aja foli tani shumë gjëra, për thamë, bam, edhe e kompjull telefonin edhe unë e kom dhe fakte, kom morë një qoba dhe komik me një vend, jashtë Kosovës korrin për 20 ditë, në mbyllë. Gjatë asoj kohës, çmenimet, vendimet. Dakord, për të kthjelluar ti me veten tënde, herën e parë ke qëndruar 13 ditë, më the, herën e dytë ke qëndruar 20 ditë. Jo, mu herën e parë, zoj. Të lutem, zoti Selami, nuk ka rëndësi se sa ke medituar ti me veten tënde. Nuk e mban mend muajin që ti ke dhënë fund kësaj lidhjeje, apo jo? Por ti muaj 7, 8, 9, sta 3 muaj ne kena posë, na s'kena posë, zën ka kena posë. Pra, korrik, gusht, tator. Në këto muaj ti ke pasur debatet. Dhe më thua që je ti që i ke dhënë fund kësaj lidhje, apo jo? Kizoja me më konë kjo me 30-in... Zoti Selami. 10 muaj kemi dhënë fund. Me 30 gusht. 30 i 8. Me 30 gusht zoja ka hecë prej punës, dhe me thonë.
Atëre, të lutem, Zoti Selami, më dëgjoj dhe mua të bëj pyetjet për të orientuar sepse je të përqendruar sepse ke shumë data dhe ditë. Por, thash edhe një herë, regjia ka nxjerr disa mesazhe të 10 tetorit 2025, kur ju keni qenë në smur, ajo ju ka, të lutem, Zoti Selami, më dëgjoj pak, mos e ndërpresim njëri tjetrin, mësohu të dëgjosh siç të kemi dëgjuar ne gjatë gjithë emisionit. Pra, ju keni qenë në smur, zonja e ka mësuar këtë fakt dhe ju ka shkruar edhe pse jeni të ndarë. Unë kam disa video ku zonja të thret me përgëdheli, siç flisnit ju me njëri tjetrin, dhe thotë edhe pse jemi të ndarë, unë ty përsëri do të dua. Atëherë, për çfarë të ka akuzuar zonja që ti nuk pranon ndarje nga ajo, kur ajo të shkruan vete para? Unë dorën e pranoj gjatë ative 20 ditëve, mua më kujtu se i kum dërgu shumë gjëra nga jashtë shtetit, shumë, do me thonë më kujtu një portofol 15 vjeçar, që më ka bërë. A e keni shantazhuar këtë zonjë apo jo? Nuk më intereson portofoli juaj. E keni shantazhuar zonjën apo jo? Po, zoj, duhet me kuptu për çfarë arsye kum shkuën, Po i kemi dhënë pra të gjitha detajet, nuk na duhen më detaje. Ti mund të ke shkuar ke zonja për të marrë portofolin, por ajo këtë e ka përdorur që ju nuk pranonin ndarjen dhe e keni shantazhuar. Më the që kam dalë vetëm një herë nga vetja. Kur ke dalë nga vetja ti? Nuk është e vërtet, zonja. A që ka thonë zonja, asë në gjysë është e vërtet. Mua nuk më intereson çfarë ka thënë zonja dhe kush e ka të vërtetën midis teje dhe zonjës. Unë kum shku në Shqipëri. Për të kërkuar portofolin. Për të kërkuar, se më ka thonë kur të vi, do të më japësh portofolin. Kum shku. Do më thonë të shoqja thonë. Po pse ke dalë nga vetja ti, a mund të ma thuash pak Zoti Selami, nuk më intereson shoqja e zonjës, më intereson marrëdhënia jote dhe e saj. Ja, po këtu aja nuk më ka denoncu mua për ato fjallet. Kjo më ka ndërëzu, më ka zonë mu për moral, që po flasin njerëzit. Këto është problemi. Për moral çfarë? Që ti shkon e takon, edhe njerëzit e din të martuar në Elbasan edhe po flasim... Po flasin njerëzit në përlagje. Pa, jo është përqegjësi e zonjës, përderisa ajo ka një marrëdhënie 2 vjeçare me ty, dhe ndërkohë është edhe martuar, ka dhe 3 fëmijë, është përgjegjësi e saj, jo jotja. Njerëzit mund të flasin. Zonja duhet pranoj ato që po bënte. Kum shku për pallatit. Shkur dhe t'i bi. Po? A ku mund si dhash ma silë da bukë, se në Shqipëri nuk ka bukë. Gjithkun do me thonë se ko mirësi e risen. Po edhe i divorcuar dhe i kërkove të tushjente? Tani edhe kjo... Po më portofolin. Po pa tjetër. Qofse pas ke qenë keq për ato portofolin, dakord. Një ditë më herët ja dërgova një lule dhe e të qëtësoj, dhe fokti. Pa ishe ndarti, Zoti Selami? Ishe i ndarti me zonjën? Për çfarë mund t'i dërgosh lule dhe t'i kërkosh për të ngrënë? Na e lanëm që kur vjen kërë Shqipëri, do të bisedojmë. Pra, i kishit lënë të hapur lidhjen ju? Po, ne të bisedojmë. Po? Për ku, a do me bisedu, do me pohëne për respekt, që më shtrim me stres ja dërgova një lule, nuk e pranoj lule, t'i kje dhe fokët t'i kom dërgu. Po shumë mirë pra, se si ka pranuar, se si duket, ajo ka dhënë fund lidhjes me ty. Me kërcënu, as qarje, as tyrje. Pa e kom besën, pas pak ta kom njerëzi. Edhe kom ikë, se ka thonë, ka nejtë të para palosit e makinë, në këtë vërtiri. Makinë dhe kom posë parkune, o kom me një vend tjetër, si tërkune. Do më thonë, më ka shkru që nesër në mëngjes, nuk përdu me ja përmen emnin kuse, mund bëhet publike se dele e gjdo mëngjes ato, ora 6:20 mëngjesit, ka kalu për rrët këmbëmija, ka shku, e ka bo ato që i ka të dvetat, se nuk do të flasë, kum shku e kum pi kafe në kërë për zoja, edhe e kum dollë me prit, me bisedu, me morë portofolin edhe me ikë për Kosovë. Kuptove zoj. Edhe në dhe kohës, asë nuk kum ka folë, asë nuk ka pi kafe, asë një gjë, e ka bo blok telefonin. Asë nuk i kum pengu. Edhe jom nisën e. Që ata momente e kom tjetë të që në sajna. Tash tërve dhëtë me orë dhe tash. A e kum mëritube që kom tash qatë portofoli dhe një kafe dhe ti. Edhe mi sharu gjëra. Me gjitha të, kjo është e drejt e zonjës për të vendosur në konsumon kafe me ty dhe ato ta dërzoja të portofol ty apo jo. Atëherë, pyetja ime lindë. Sepse ju keni thënë që në një marrëdhënie 2 vjeçare ke dalë vetëm një herë nga vetja. Kur ke dalë ti nga vetja? Pse ke shantazhuar, ofenduar dhe përndjekur ti zonjën? Kur i kishe dhënë fund? Asë një herë nuk e kum për ndjek zonjën. Kjo nuk është të vërtet. Okej.
Kur ke dal nga vetja, çfarë i ke thënë ti asaj zonje? Në qoftë se ti e ke pranuar me mua që ke dal nga vetja, të paktën sot, siç i kërkove bashortes ndjes, mund t'i kërkosh edhe kësaj zonje ndjes. Po i kum kërku me miliona herë, më falë shprejë se i kum kërku miliona herë. Çfarë e ke ofenduar, çfarë i ke bërë? Asnjëherë. Po atëherë pse dole nga vetja, pra na i trego Zoti Selami se s'po kuptojmë asgjë më. Nga vetja kum dolë për 3 gjëra. Zoja që nuk mund t'i flasë publikisht, ju lutem. Okej. Është e drejta jote? Nga më të dobta, që nuk i thet një njeri. Kum dolë, edhe nuk u kum përndjerë. Në momentin që t'ka ofenduar nga nëna jote e ndjerë? Po, pas asë ngjarje. Mo nuk i kum shkruane. Po pse dole, po ja pra ta kuptojmë, o Zoti Selami, se jemi drejt fundit të rrëfimit tënë, sepse pjesa tjetër i takon dy zonjave të nderuara. Pse dole nga vetja ti, çfarë i ke thënë ti asaj? Sa ajo nuk shkon dhe nuk del në një emision për të thënë këto gënjeshtra. Ajo mund t'i ketë fryrë këto marrëdhëniet me ty. Ju spjegova, po ju nuk kum kuptot. Po patjetër që nuk të kuptuam. Ma me hongër që nuk kum takon pronarit, njenit kjarë. Po? Do me thonë, ma ka bo një mallkim shumë të madhë që e kom post një ditë veçanë, më ka thonë më falë shpreje se s'ponë... Jo të lutem asnjë lloj shpreje në emision. Do me thonë, ma ka thonë një gjë që... Është e rëndë, e di, sepse neve na i ke dërguar. Edhe mon nuk e kom njoh vetë vetën për 2 ditë. Po çfarë i the pra, zonjës, që thua unë dola nga vetja, pse dole ti nga vetja? Në gjithë shka, nuk e dija vetë që kom folë. Pra, në ato momente, ti ke dal nga vetja, për shkak të atyre mallkimeve dhe gjithë shkaje që po më sjaron, dhe nuk më ban mend se çfarë i ke thënë kësaj zonje. Por, ama, ato prova zonja i ka nxjerrë në emision, dhe ato prova janë kundra teje. Por, gjatë kohës që transmetohej ky emision, kanë dalë edhe fakte të cilat i shfaqi regjia me datën 10 tetor të 2025-s, ku ajo ishte e para që të shkruante për shkak të gjendjes tënde shëndetësore. Pra, një njeri që të përndjek, të shantazhon, të dhunon, të ofendon, nuk mundet t'i shkruash për t'i pyetur për gjendjen shëndetësore tënden. Të gjitha këto ne do t'i Po, Zoti Selami. Ka thonë të dua. Po patjetër që t'ka thënë të dua, ne kemi dhe video, tash edhe njerë. Jo, me shkrim, le video, me shkrim. Dakord, jam dakord me gjithë shka tënden. Ky është rrëfimi jot dhe mbrojtja jote, por ama të paktën ato 2 ditë që ti ke dal nga vetja, për çfarë do lloj arsyeje, ato prova të cilat ti nuk i mban mend se çfarë i ke thënë zonjës, fjalët kanë qenë shumë të rënda dhe janë përdor si akuzë ndaj teje në emisionin ku ka dal zonja. Dakord? Dhe unë mendoj, si që kërkove falje bashkëshortes, mund të kërkosh falje për ato fjalë që s'ke qenë vetvetja edhe kësaj zonje, apo jo? Se ndaj një gruaje nuk flitet ashtu. Zonës mund t'i kërkoj falje, nëse një gotë ujë e ka pi nga one dhe e kum pi nga aja, pe foli, në të më foli dhe pe foli publikisht, në të shikon jetën e vetën e timen së kur i kum shkru në gjatë mujtë fundit, i ke po dhe vetë atë që. Është e vërtet? Lem si jam i smurë me shëndetin, mi ka bloku punët, kum pos para 5 dite me shku, po më rinjë punëtore, kum pos me shku me api lo punës. Kum pos punën e di shumë një, sa ja ka desh në bloku gjithka, kom edhe pokre, kum pos me pru punëtore prej Nepolit në qunë Pogradet. Do me thonë, më ka shkatru gjithka. A i ke shkatruar ti zonjën apo zonja ty, do t'i diskutojmë vetëm pas pak me të gjitha mesazhet që na ka vënë në dispozicion, mesazhet e fundit të tetorit të 2025-s, ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, ku do flasin 2 zonjat e nderuara, avokatja dhe psikologja. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit dhe gjithmonë në këtë pjesë flasim profesionistë të fushës, të cilët kanë ndjekur jo vetëm rrëfimin e zonjës në një tjetër media dhe në një tjetër emision, por edhe rrëfimin e atij që në fakt në media dhe në emisionin tjetër duhet ishte marrë mendimi i këtij zotërie për t'i ballafaquar të gjitha provat dhe faktet. Në fakt zotëria është treguar shumë gjentile, thash
që në krye të herës pasi ai ka kërkuar që emri zonjës, imazhi i saj të mos shfaqej pavarësisht se ai ka çdo provë të mundshme me këtë zonjë. Në muajin tetor ajo rivendos marrëdhëniet me mua në bashkëpunim, thot zoti Selami, me gazetaren e emisionit tjetër dhe me datën 10 tetor 2025 nuk e di se si zonja e kishte mësuar faktin që zoti Selami po kalonte një periudhë të vështirë shëndetësore, por unë shikoj që në mesazhin që na ka nxjerrë regjia në wall, nuk e di, kam zotin Selami ta pyes për diçka? Atëherë zoti Selami, me 10 tetor 2025 kemi një mesazh të fshirë nga ana juaj, më duket, ose nga ana e zonjës. Është larguar zotria, ma vendosni pak, megjithatë zonja thotë çfarë do, e pyet zotria, ty dhe të dua, më pas pyet si dolën analizat dhe shumë çka tjetër, më lë mua të vdesi, thot zotria, për shkak edhe të gjendjes së rënduar, por zonja në fund fare thot sa herë më ke vënë të vras veten. Tani, pak më lart, në orën 4:03 minuta, pas 10 minuta, zonja fillimisht i thot të dua dhe më pas i thot pas 10 minuta sa herë më ke vënë të vras veten, këtë mund na e sqaroj vetëm Selamiu. Lindita, çfarë po ndodh me këtë çift? Nuk e di se të thuash dhe për moshën, kjo është një moshë madhore dhe pjekur. Dhe kjo është një lidhje dashurie pasi ata kanë ardhur nga një martesë e parë, kanë rezervuar atë dhe tashmë kanë qenë tepër të përgatitur dhe të bindur se si persona madhor. Të dy me martesa? Po, si persona madhor që janë dashuruar dhe kanë rënë dakord për një bashkëjetesë apo çfarë, duke pasur në mes dhe fëmijë. Dhe me sa shoh këtu shprehin edhe dashuri, por edhe mërzitje. Ja, ta presim pak Selamiun, e kam Selamiun. Ajo ka shkruar të vrasi veten. Kush ka qenë shtrëngimi? Atëherë, zoti Selami. Shtrëngimi kush ka qenë kaq i fortë që të detyrohet, se kur dashurohesh nuk e përse. Nëse janë Romeo e Julieta që u vran për dashurinë. Shiko, marrëdhënie 2 vjeçare, ndoshta jo e konsumuar dhe konsoliduar siç duhet, i vjen fundi një marrëdhënie. Me një dashuri në rritje, por unë i bie. shikoj që shantazhe ka nga të dyja palët. Se me 10 tetor 2025, ke afër një gazetare, apo nuk e afër një gazetare, nuk mundet t'i shkruash këtij personi me cilin kishe kohë që kishe mbyllur marrëdhëniet. Dhe kur pretendon se ky personi ka dalë nga vetja dhe e pranoi zotria sepse të flasësh për një marrëdhënie me nënën tënde, e cila është edhe e ndjerë, e thënë nga zonja, zotria dhe gjithkush mund dalin nga vetja. Dy gjëra janë, ose ai e dashuronte shumë, ose ishte shumë i mërzitur për shprehjen që i ka kujtuar nga ora 03 deri në 4:13, një herë të thuash të dua dhe sa herë më ke vënë të vras veten, kjo do të thotë që kemi shumë probleme emocionale edhe tek zonja. Ka një shtrëngim aty, se nuk mund të shpreh ajo që më ke bërë të vras veten, domethënë më ke bërë të vras veten më shumë se një herë, ose më shumë se një herë. Por këtë fare mirë e din të dy këta. Fare mirë. Por gjë e mirë kjo nuk është sepse në mes janë dhe fëmijët tashmë. Përveç edhe ish bashkëshortët e tyre të ardhur nga martesa e parë. Por kur ka një dashuri s'ka përse të kenë nga këto natyra. Do mundohem sepse regjia nuk po lidhe dot të lidhe me zotrin. Përfundim të jetës. Po, zoti Selami, jemi nga telefoni personal, të lutem, sepse kemi nxjerrë një mesazh të 10 tetorit 2025, kemi një mesazh të fshirë, unë nuk e di nga është fshirë ky mesazh nga ty apo nga zonja. Po, është ato, ka pyesë si dhe ka shkruar. Të lutem, e lexojmë qartë, çfarë doni thua ti, pa e përshëndetur, ty dhe të dua, por në fund, pas 10 minutash ajo ka thënë, sa herë më ke vënë të vras veten. Pra, ti e ke shantazhuar zonjën që ajo të vetë vritet? Jo, nuk është e vërtetë. Do me thonë, i kumë thonë, unë e me zënë asoj, që lemra hatë të vdes. Aja ka thonë që sa herë ke doshtë ta vritësh vetë vetën. Jo, ajo thotë sa herë më ke vënë të vras veten, pra për veten e saj, jo për ty. Ka privuar. Aja ka thonë, normal që mund të vetë, aja këtë skene ka bo, pasi me ka akuzu, se unë shumë po në kuptova që unë e kumë folë me thonë pi 20 minuta, aja i shkon të gazetarja. E kuptoj, pra është udhëhequr nga gazetarja. Mirë, me gjitha të ne kemi disa video, zoti Selami, që pas të ndarjes, ajo i deklaron gjartë me zë dhe me figurë, ne nuk i shfaqim sepse është kërkesa juaja, po aty zonja të thret me përgëdheli, të lutem,
nuk i shfaqim, zonja të thret me përgëdhelia ashtu siç e thrisnit njëri tjetrin ju, apo jo? Dhe shprehin ndjenjë dashurie edhe pas ndarjes me ty. Tani, ti më ke thënë që zonja të ka deklaruar që nga ty po ndahet për shkak edhe të ndryshimit racor që ju keni me njëra tjetrin. Është e vërtet? Po, shumë është e vërtet është. Se unë për kas komunitetit Ashkalin dhe është Shqipëria se një mirë. Po? Do me thonë, i për kas komunitetit Ashkalin, jo me ngjyrë. Po? Edhe kjo është arsyeja që nuk mund të nxjerrë, do me thonë, publik se mi akuzojnë gocat ose citadion e familje. Që kanë paragjykuar fëmijët. Atere, me që ky moment, zoti Selami, të lutem, ta dëgjojmë pak psikologën se i kemi ndërprer bisedën dhe unë jam drejt përfundimit të emisionit sotëm. Pra, Lindita, me kaq mesazhe sa ke dëgjuar nga Selamiu, por ke dëgjuar dhe emisionin. Pash edhe videot dhe ajo shpreh akoma një ndjenjë dashurie aty për zotrin. Po duhet bënte një emision të thoshte më ka ofenduar, më ka shantazhuar, më ka dhunuar. Këtu me sa shoh dhe fëmijët kanë rolin e tyre ku e kanë paragjykuar dhe kanë vënë para përgjegjësisë nënën e tyre që pse je lidhur me një të komunitetit jo si ne. Edhe kjo ndoshta është ajo që ajo vajzë do të tërhiqet. Po mirë, zotëria thot jam unë ai që i kam dhënë në fund kësaj marrëdhënie. Pse duhet të dalësh në media dhe të diskutosh një gjë të pavërtetë? Se ky është akuzuar tash edhe një herë, ofendues, shantazhues, dhunues edhe shumë çka tjetër. Madje nuk është dëgjuar zoti. Ka ndonjë dyshim tjetër xhelozie, pastaj kjo ndonjë detaj, element tjetër që zotëria ndoshta edhe në komunikimin të zotëria ka pasur të gjitha rrugët aty të çojnë. Ndoshta ky ka krijuar një lidhje tjetër të fshehtë që ajo Zoti Selamia, keni ndonjë lidhje tjetër ju? Që zonja ndoshta pretendon? Paralel me zonjën. Ke lidhje tjetër? Do më thonë, e kom edhe një dëshmi për esoj ditës që kom qenë në Elbasan. Do më thonë, kur kom hecë në që nuk ka dollë mund të taku zonja. Do më ka kalu dërët me edhe as nuk i kom folë. Do më thonë, ka thonë, ik shkot të filon guca, do më thonë që e kom postin kalun e time. Do më thonë, edhe kjo gjë neve në ka ordë. Për të lutem, për këtë lidhje, i kishe folur ti apo e ka zbuluar zonja që ke pasur? Do me thonë, kemi diskutuar nëse tash nuk për mëjë i detale të kalunën e zonja dhe time nuk do të flosni. Por në momentin, pra, kjo lidhje ka qenë e kaluar ajote. Në momentin që zonja ka kaluar herën e fundit që ju keni qenë në Elbasan dhe të ka thënë shko tek ajo, ti nuk e pasur lidhje me zonjën tjetër? Jo. Okej, ka qenë një marrëdhënie përfunduar. Pra ajo ta ka përdorur ty si argument. Pra një lidhje përfunduar. Ka pasur një hije dyshimi edhe i ka ngelur atje hatri ose mërzitja i ka shkaktuar nga. Lindita, dua të bëj një pyetje nga ana emocionale, sepse nga ana ligjore do të flasi avokatja. Kur një marrëdhënie i vjen fundi, pavarësisht se kush i jep fund asaj marrëdhënie, qoftë gruaja, qoftë burri, pak rëndësi ka, por edhe në rastin konkret, kur ti nis një lidhje dhe e di që personi që ke nisur lidhjen i përket një komuniteti tjetër, ti nuk mund të reflektosh mbas 2 viteve, sepse ta thon fëmijët e tua apo shoqëria jote apo komuniteti i zonës ku ti banon. Pra, më mirë të tregohesh e sinqert dhe të thuash, dëgjoj, unë po reflektoj me vonesë, por ama nuk mund të akuzosh tjetrin që të ka dhunuar, të ka shantazhuar, se fjalorin e zonjës në këtij zotërisë kemi parë me mesazhe, po ja ruajnë për një tjetër emision nëse zonja do kërkoj. Atëherë, pse nuk ndahemi ne me mirë kuptim? Se dhe është mendimi dy partnerë të cilët kanë bashkëshorte është mendimi i zonjës të cilës në këtë lidhje duket qartë që del e zhgënjyer dhe emocionet dhe rëndesa e stresit tek ajo është zhgënjyer për çfarë? Po zhgënjur që zotëria i ka thënë që është zotëria që i ka dhënë fund, i ka dhënë mendim për t'i dhënë fund lidhjes. Po pra se ka parë që nuk ka qenë korrekte në lidhje dhe do t'i japi fund. Po zhgënjur nga fundi i kësaj lidhje, po pse nuk e pranojmë, sepse në emisionin e zonjës ajo thotë që jam unë që i kam dhënë në lidhje, por nuk e pranon ky zotëri. Pse duhet tani na akuzojë? Ndoshta ka egon e saj emocionale ose i ka hip stresi, ankthi, të gjitha këto edhe fëmijët kanë rolin e vet në këtë mes, por prapë ka mbajtur të tunduar dhe këtë pjesën e zotërisë tashmë që dyshon dhe aludon për një gjë tjetër tashmë që mund. A kemi shumë çifte të cilët përpara se shkojnë drejt divorcit? Çiftet vetëm nga këto gjëra poziren, nga xhelozit, nga gjithë. Të dalë tek pyetja? Atëre, ju jeni, përveç se merreni me të miturit, ju jeni psikologe edhe në seancat gjyqësore të zgjedhje të divorceve, të zgjedhjes së martesës. A ka shumë çifte nëpër këto seanca, të cilët rrëfehen tek ty që përpara se të vinte fundi një martese,
të dyja palët mund të kenë pasur lidhje të tjera paralel me martesën? Se kjo quhet tradhti bashkëshortore. Po patjetër. Se të dyja palët edhe në këtë rast janë me partner, janë me bashkëshort. Rastet janë të ndryshme dhe nuk e ngjasojnë njëri tjetrit. Po pse si japin një marrëdhënie ligjore përpara se të nisë një marrëdhënie emocionale? Kanë interesa të tjera ekonomike në mes të cilat, për shembull, jo është pjesëtimi i pasurisë, sepse aty do ndajnë pasurinë, se kush do mbaj fëmijë, do mbaj dhe pasurinë, se ku jetojnë. Por që nuk janë identike, gjitha kanë historikun e vetë, por dhe xhelozia është pjesë e divorcit. Është aty, sepse një partner guxon dhe bën divorcin, partneri tjetër është dakord. Kush janë më shumë që kërkojnë jo, s'kemi statistika, nuk kemi statistika në këtë aspekt, por me sa shoh unë, që më shkon pak, më tepër si përqindje, femrat janë ato që kërkojnë divorcin më shpejt. Pak më shumë se sa meshkujt. Mendoj, po statistikën e saktë nuk mund ta shpreh dot. Të tjera paralele, ka gra që vinë, ka nisur një lidhje si në rastin konkret? Në gjykat nuk i kemi rinditur kështu, edhe te statistikat, për shembull. Thonë ja, ju kemi ardhur me një në ndihmë familjes, fëmijës dhe detyrimeve ushqimore, sepse dhe meshkujt tash më thonë jo, po s'mbaroj divorcin ne nuk filloj me likuidimin e detyrimit mëjor ushqimor. Dhe më shumë me njërë nxitojmë dhe rapojmë që se një nënë e vetme të bëj dhe kryefamiljarin dhe nëna nuk mundet dot. Me 2-3 fëmijë në rastin konkret kemi një kryefamiljare e cila nuk e ka pasur bashkëshortin, nuk ka konsumuar, është drejtë e saj, po nuk ka shkuar në gjykatë të mbylli martesën dhe të filloj lidhjen. Pra ka qenë kryefamiljare, por ka pasur edhe ndoshta e ka filluar tashmë ose do ta filloj, është drejta e tyre. Dua të ndaloj pak edhe tek avokatja, tek zonja Teuta. Zonja Teuta, janë të vështira rastet për të zbardhur shantazhi dhe çfarë quaj me fjalën shantazh, ofendim, përndjekje, sepse edhe tek termi dhunues duhet kesh prova dhe fakte për çfarë lloj dhune bëhet fjalë. Tani ti ke parë të dyja dëshmit, pavarësisht se të ndara. I kam ndjekur të dyja me kujdes dhe normalisht e vlerësoj zotrin i cili nuk jep detaje në këtë emision për të ruajtur figurën e asaj zonjës dhe bën shumë mirë pasi që të dy vinë nga martesa që aktualisht janë po martesa ligjore të lidhura, sepse as bashkëshorti, zotria dhe as zonja nuk i ka mbyllur, nuk e ka bërë divorcin ashtu siç ju e thatë, kanë fëmijë dhe janë edhe gjyshër. Zotria është edhe gjyshër. Dhe kjo është një temë delikate që e vlerësoj që nuk jep detaje dhe nuk i nxjerr ato video për të mbrojtur veten e vet. Pasi që zonja ka hedhur akuzat. Ti mendon se ato video mbron veten e vet, jo zonjën, se në ato video zonjën kemi të shfaqur. Në ato video zotria mbron veten e vet për shkak se zonja e ka akuzuar duke i thënë që më ka shantazhuar, më ka kërcënuar, më ka prëndjekur. Po çfarë është prëndjekja? Prëndjekja është kur një zotëri sipas kodit penal është kur dikush e në mënyrë të vazhdueshme, pa dëshirën e një personi tjetër, i shkruan, i kontakton, e ndjek në kundra vullnetit të saj. Por në ato video ne shohim, video të cilat nuk i kemi shfaqur, por ne shohim që është zonja ajo që e kontakton dhe i cila i thotë që pavarësisht se ne jemi të ndarë, unë ndjej për ty sa kjo pemë, adorim bashkë e tjera, që unë i pash. Sa të thella janë rënjë të kësaj peme, aqe dhe dashuria jone, gjëra të tilla, pra shoh fjalë bukura dhe fjalë dashurie që këta persona madhor, dhe mendoj që e theksoj këtë madhor, dhe duke ditur që janë dhe prindër, duke ditur edhe që janë edhe gjyshër, pa i gjykuar, të mos futem me këtë aspekt, po në anën ligjore, unë nuk shoh që këtu kemi element të veprës penale. Po tek mesazhet e fundit, që për 10 minuta zonja nga të dua kalon që ti më ke vënë për të vrarë veten, e cila kërkon me përkujdesje të dijes se si është gjendja shëndetësore e këtij zotërisë. Po nuk quhet përndjekje kjo e zonjës? Sepse një person që ka dhënë fund marrëdhënies me ty, ti nuk mund të më shkruash nga hiçi. Nuk mund ta quaj përndjekje, absolutisht, sepse ajo në ato mesazhe ka shkruar se si është ai. Edhe kur ai thotë çfarë do, ai thotë ty dhe ty të dua, e gjëra të tjera. Tek këto mesazhe unë nuk shoh përndjekje tek asnjëra palë, asnjëra tjetra. Nuk mund të futem në elementet e veprës penale të përndjekjes. Me sa zotëria tha unë shoh një çift i cili normalisht ka probleme, patjetër që ka probleme se të dy janë në marrëdhënie të tjera bashkëshortore, që këtu do ketë probleme, qoftë edhe në komunikim, qoftë edhe në vazhdimin e kësaj marrëdhënie. Por në momentin një çift vendos të jap fund lidhjes së tyre, jepet fund dhe nuk ka më akoma mesazhe të tjera si je apo si dolen analizat. Kështu që në momentin që kjo zonjë shkruaj, nuk shoh që e ka mbyllur marrëdhënien me të dhe ky zotëria është duke e penguar. Të paktën në këto mesazhe që janë shfaqur në UOL, unë shoh që kjo zonja vazhdon të ketë kontakte me këtë zotrin dhe nuk shoh fare elementet e veprës penale të përndjekjes. Me këto prova që u prezantuan në këtë emision, ndoshta edhe në emisionin tjetër, respekt për gjithë kolegët. Atëherë, mund të më thuash pak me provat që zonja ka,
por që edhe zotëria ka. Në qoftë se do shkonin në gjykatë, çfarë do vendoste gjykata? Gjykata do bënte një hetim më të thelluar, do shikonte në qoftë se ky zotëria i ka konsumuar elementet e veprës penale të përndjekjes, a janë këto veprime të përsëritura, a është zonja ajo që i ka vënë kufi, i ka thënë që nuk duhet kemi më kontakte me njëri tjetrin, nuk duhet të më shkruash më, as të më kontaktosh, as të më telefonosh, dhe as të interesohesh për mua. Dhe zotëria nuk ka bërë këto veprime, por ka vazhduar dhe e ka shantazhuar ose kërcënuar siç ajo pretendon, por me çfarë prova unë shoh, nuk më dalin që zotëria ka bërë shantazh, kërcënim, askund. E shova të mesazhin që thot sa herë ti më ke vënë mua të vras veten, po është thjesht një mesazh i shkruar nga zonja brenda 10 minutave, nga dashuria tek vrasja. Pra më duket pak absurde dhe nuk arrit ta lidh se pse ka ardhur kjo sa herë më ke bërë ti të vrasur. Nuk po shoh materialet tjera apo prova që të bëj lidhjen që po ky zotëria këtë zonjën e ka bërë të ndihet aq keq sa të mendojë edhe vetë vrasjen. Në emisionin që ka zgjedhur provat ti nxjerrje. Po, por në këto çfarë unë shoh dhe çfarë zotëria tregon gjykata, siç ju më pyetët që çfarë do vendoste gjykata do bënte një hetim të thelluar, do balanconte dhe do t'i shikonte me kujdes provat e njëri tjetrit. A kemi një trend në rritje të këtyre proceseve gjyqësore, sidomos për shantazhe dhe për përndjekje? Po, fatkeqësisht kemi, dhe kjo vjen më së tepërmi nga rrjetet sociale. Shantazhet që po ndodhin më së tepërmi, që kanë çuar edhe deri në vrasje apo edhe vetë vrasje të vajzave, që i kemi trajtuar shumë herë këtu në këtë emision së bashku, vijnë nga rrjetet sociale. Pasi shumica e meshkujve shqiptar e kanë shumë të vështirë të pranojnë mbylljen e një marrëdhënie. Pra, nëse një vajzë merr vendimin që kjo marrëdhënie duhet mbyllur për shumë arsye, pa u futur në detaje dhe pa hyrë gjykimeve se faji kujt apo nga cilat rretha na kanë ardhur, shumica e meshkujve nuk e pranojnë ndarjen. Dhe kjo bën që ta përndjek, t'ia kontaktoj edhe kur vajza nuk do, edhe kur ajo e ka theksuar dhe ka vendosur kufit që nuk dëshiron të qëndrojmë në marrëdhënie, këta persona vazhdojnë dhe përndjekin derisa i detyrojnë vajzën të drejtohet denuncimit urdhave të mbrojtjes, që edhe kjo ka pikpyetjen e vet se sa ka arritur ky urdhër i mbrojtjes që ta mbroj vajzën nga shantazhi, nga kërcënimet, apo akoma dhe më keq deri dhe tek ngjarjet fatale që kemi diskutuar. Kush janë elementet që gjykata merr parasysh përkundrejt një përndjekje apo një shantazhi? Okej, veprimet e përsëritura, kontaktet të cilat janë të përsëritura, ndërkohë që nuk mund ta quaj viktim, apo personi ai që e akuzon ja ka stopuar dhe nuk e ka lejuar që t'i bëj këto, por dhunuesi ose shantazhuesi vazhdon t'i bëjë të përsëritura pa lejen e zonjës. Është se sa çfarë ka shkaktuar dhe çfarë pasoja kanë ardhur tek zonja. Ai ka shkaktuar ai ankth, ai ka shkaktuar ai stres e zonjës, çfarë pasoja kanë ardhur nga këto veprime të këtij zotërisë? A ka sjell probleme të tjera në këtë marrëdhënie? Vetëm zotrinë kemi parë në një gjendje të rënduar emocionale sot në rrëfimin e tij në. Po, dhe unë po përpiqem mund të jetë edhe ky. Po përpiqem të jem ka praktika që mund të jetë zotëria që mund t'i drejtohet gjykatës? Për shkak të gjendjes së rënduar janë më të rralla, po ka edhe praktika që zotrinjt janë drejtuar gjykatës. Po në statistikë janë shumë më të rralla. Ka praktika, po janë më të rralla. Janë më të rralla. Çdo kush mund t'i drejtohet gjykatës, çdo qytetar. Jo, dakord, por që gjendjen e rënduar të zotërisë ne e kemi. Po. Dhe kjo nuk ka ardhur si rezultati daljes së zonjës në një tjetër emision. Aty dalja në emision të thëna të vërteta apo të pavërteta që ne nuk i marrim përsipër çfarë ka thënë zonja, por faktet janë të kundërta nga ajo çfarë ka pretenduar në atë emision. Ndaj ne duhet jemi të kujdesshëm. Fakti që zotëria këtu ka ardhur në këtë jo, zotëria do kishte shkuar në emisionin tjetër, por ata nuk po ja hapin derën. Ai gjeti një media, siç është emisioni jon, ka krijuar dhe besueshmëri te ky emision. Po, është e vërtetë. Megjithatë është treguar qytetar deri në fund. Është treguar qytetar në ka ruajtur figurën e saj pa përdorur emra dhe ka bërë mirë pasi që të dy palët kanë familje, kanë edhe fëmijë, janë edhe gjyshër. Kështu që keni ndonjë këshill për zotrinë se më duhet ta mbyll emisionin? Këshill, po. Nga ana ligjore kjo është një çështje të cilën mund ta zgjidhë edhe në instancat përkatëse. Në qoftë se zotëria apo zonja ndihen të shantazhuar, të kërcënuar apo të denigruar figurën, mund t'i drejtohen instancave kompetente për ta zgjidhur këtë problem. Mund të bëhet diçka me ndërmjetësim? Patjetër. Dhe mendoj se mund të zgjidhet si mos shkojnë në gjykatë, por nëpërmjet një ndërmjetësuesi mund të kërkojnë falje njëri tjetrit për çfarë i kanë shkaktuar. Megjithëse zotëria tha unë jam i gatshëm të kërkoj falje. Më duket mua apo sikur të dyja palët janë fajtorë në këtë histori. Nuk është aq e pafajshme dhe zonja. Pak nga faktet që ne kemi. Sikur se dhe dashuria që do dy aktor. Edhe procesi i fundit të një marrëdhënie do vullnetin e të dyja palëve, shumë bukur. Të mos e gjykojmë si histori, por ajo që duhet bërë nga ana ligjore si fillim, mendoj që është e drejtë për bashkëshortët të reciprok, të gjithë secilit të japin fund atyre martesave, të bëjnë zgjidhjen ligjore dhe mas andaj mund të vazhdojnë. Martesa i gjithë secilit tashmë mbas kësaj histori. Unë mendoj që këto martesa reciproke e kanë thyer më atë qëllimin për të cilin janë krijuar dhe nuk funksionojnë më.
problema. Në momentin që zgjidhin ato, është respekt për të dyja palët dhe pasaj të zgjidhin problemet e tyre. Do t'ju thoja që ta marrin pak më me sportivitet dhe me jo emocione shumë të forta, dhe kjo pjesa e ndërmjetësimit pse jo do më pëlqente për t'ju ardhur në ndihmë të dyve dhe t'jenë të qetë njëri me tjetrin. Megjithatë, ajo video, në qoftë se vërtetohet që në fakt Selamiu nuk është ai shantazhuesi, përndjekësi, dhunuesi e gjithçka tjetër, do mbetet përgjithmonë në YouTube. Prandaj duhet jeni vetëm të kujdesshëm përpara se të drejtohen emisioneve, përpara se të akuzojnë dhe të ngrenë akuza për një tjetrin. Prandaj gjithmonë duhet t'tregojmë kujdes tonë. Do maturi ashtu. Sidomos kur kanë edhe familje me fëmijë në mes. Interesi më i lartë i fëmijëve është jeti i qetë dhe kjo zhurmë e madhe mediatike që po bëhet dëmton kryesisht fëmijët reciprok të dy palëve, sepse janë fëmijë dhe një pambesa. Jemi drejt fundit, janë marrë gjitha këshillat edhe analizat tuaja, zoti Selami, jemi në fund bashk. Në qoftë se ke diçka të fundit për t'i thënë kësaj zonje, më duhet ta mbyll, të lutem. Kjo zonja më ka shkru mu pas një mujve edhe u mundu më fut lojrat e sojna. Ka malum shumë fokte. Unë duhet edhe 3 misione për me foloj mu dërse... Shiko, ne atëre, zoti Selami, të jap fjalën që unë pas këtij emisioni do ta kontaktoj zonjën, në qoftë se ajo dëshiron të ketë një përballje me ty në këtë emision, dhe në të kundërtën, të paktën të gjitha provat që ne kemi dhënë në emisionin e sotëm pas rrëfimit tuaj, do të thotë që të dyja zonjat, avokatja dhe psikologja, në një farë mënyrë të kanë dhënë të drejtë ty, por dhe zonjës, dhe prandaj me ndërmjetësim apo me një proces gjyqësor, ju mund të zgjidhni gjithçka me njëri tjetrin. Unë të falenderoj, por më duhet ta mbyll, të lutem. Jo, akuzona për një foto që kum dolë në fshatin e saj, domethënë. Edhe unë nuk kum shku me qëllim fshatin e saj, po kum shku thjesht e një liçen ato ofër që është, dhe kum pos punë me dalë në Berat, edhe Koqov, Berat, do me dhaj kum po fshatin, edhe ato ju më nalë, ta e fshatë dhe kum qartë, mu kam kujtu ty kujtimet, soj zojës. E qartë, nuk mund t'i rikthehemi më rrëfimeve tuaja, se nuk ka më kohë në dispozicion, unë të falenderoj që ishe me ne, të jap fjalën në qoftë se ka mbetur diçka tjetër pa e thënë nga kjo histori, unë do ta kontaktoj me njëherë zonjën dhe në qoftë se do ketë një përballje me ty, atëherë zoti Selami, ju do jeni përsëri në këtë studio. Faleminderit dhe të përshëndes. Ndalemi këtu edhe me zotin Selami, duke falenderuar të ftuarat, por edhe vetë zotrin 48 vjeçar. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti. Bashkë ndajemi këtu për t'u ritakuar në ditën e vijim. Deri atëherë, më takofshim.